Everything I do it for you. Valbona si? Unë në sfond mirë po me zërin e dritrojit. Regjia, faleminderit shumë. Po regjia ishte kështu, domethënë Valbona me zërin tim. E dim pse? Sepse do të flasim për gjinin më të bukur. Po, ne do të flasim për mbështetjen e grave që ndërtojnë të ardhmen. Siç e potencuam edhe në fillim të emisionit, kemi në studion ton 2 gra, të cilat me të vërtet bëjnë një punë të mrekullueshme sa i përket fondacionit dhe shoqatës, do ta thoja të tyre. Diskutimin që bëm në fillim të emisionit, a ditë fuzët peri dhe gjilbër apo jo? Unë di tash. Do ta diskutojmë tani. Ne kujt i themi mirëmëngjesi për sot. Zonja Nazlia Iseni Kurtishi, menaxhere e projektit, dhe kemi pashtu edhe Isra Ademi, e cila është administratore financiare. Unë jam në sigurt që Isra pak me parati ka më mirë punët. Do të shikoj. Zonja Nazlie dhe zonja Isra, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në emisionin Mëngjes. Mirë se ju gjetëm. Si filloi dita sot? Pak sa të stresuara, do të shkojmë në televizor, çfarë do flasim, çfarë do thomi atje, po sigurisht jeni të përgatitura dhe temët të cilën do të diskutojmë për sot do të jetë Fondacioni Albis, i cili ka bërë një organizim, një event do ta quajmë, që kam mbledhur në lidhje me disa zonja të nderuara që merren me apo do të fillojnë të implementojnë në jetën e tyre një profesion të ri. Unë fillimisht para se të kalojmë tek eventi të cilin ata kanë krijuar dhe organizimin, dua të pyes pak a shumë se çfarë është në fakt Fondacioni Albis për të informuar të gjithë qytetarët, sepse ka shumë kurse të ndryshme që ofron ky të themi fondacion, mirë po edhe cilat janë fushat kryesore ku ju veproni. Ashtu siç e përmendët, jemi pjesë e stafit të Fondacionit Albis. Është themeluar që nga viti 2011 nga një kompani e vetme për të promovuar përgjegjësinë shoqërore, korporative dhe filantropin. Më pastaj kësaj nisme këtij koncepti u bashkangjiten edhe shumë kompani tjera, u ribrandua në Fondacionin Albis me një moto, me një qëllim për të mirën e shoqërisë. Neve kemi disa fusha, disa platforma, programe që ne i përkrajmë, i mbështesim apo aktivitete në të cilat ne i realizojmë. Është kryesisht platforma edukative arsimore ku ne i përkrajmë studentët me bursa, japim 10 çmime për student me notë mesatare mbi 9. Pastaj kemi programin ekonomik ku ne mundohemi të mbështesim zhvillimin ekonomik. Këtu kemi edhe fuqizimin e gruas, eventin që ju e përmendet që ne javën e kaluar do të manifestuam. Po, një tekst më të veçantë. Pastaj kemi platformën kulturore, sportive, ku ne mbështesim të rinjt, krimtarët e rinë në mbrëmjen poetike, kemi liga sportive të cilat ne i organizojmë. Shumë evente domethënë. Po, dhe po ashtu kemi edhe një platformë humanitare ku ne mbështesim klasën më të ndjeshme të themi me aq sa kemi mundësi po shtresat sociale. Ne gjatë emisionit do japim më shumë detaje. Tash kjo ndoshta vetëm sa një njoftim për publikun, po një intro. Se çfarë konkretisht se ne kemi shumë për të thënë për fondacionin, do të thotë vitin që vjen, neve kemi një vit jubilar, festojmë 15 vjetorin e themelimit të fondacionit. Andaj tash që kemi shumë për ta, do mundohemi të përzgjedhim disa informata që mendojmë që janë më të rëndësishme për publikun. Pikërisht në disa nga të gjitha këto të themi projekte që ju organizoni, unë kam pas rastin që kur kam qenë studente të dëgjoj për Fondacionin Albis dhe jam shumë e lumtur që për shumë vite tashmë të tëra ju po organizoni dhe jeni të themi ajo dora më mbështetëse për të gjithë ata që kanë nevojë, e sidomos kur flasim edhe për studentët. Unë dua të di pak më shumë se çfarë ofron Fondacioni Albis. Si janë, do me thënë, ato kërkesat më të shumta të cilat, do me thënë, qytetarët apo studentët kërkojnë? Ashtu si që potencoj edhe kolegja, do me thënë, Fondacioni Albis ka një gamë të gjërë aktivitetesh edhe programesh, duke filluar nga bursat për student, ato që zakonisht njihen më shumë, do me thënë Fondacioni shpërndan çdo vit nga 175 bursa për student, mirë po jo vetëm, do me thënë gjithashtu është afër studentëve. Zakonisht kur shkojmë mysafir diku, gratë na shërbejnë, që të shërbejë. Sot është dita jonë. E kemi të natyrshëm, kështu që duhet të funksionojmë. Sepse harruam në fillim me që kishim edhe të ngjeshëm emisioni dhe u futëm shpejt, harruam për ullë. 175 bursa. Mirë po, jo vetëm bursa, edhe aktivitete, trajnime, që mundohemi të me i përfshit rinjt edhe me i bërë gati për tregun e punës edhe të jenë të përfshirë në shumë sfera.
Kemi pasur edhe kursin e ROACEPSIS, aktivitetet të ndryshme, trajnime për komunikim këtë vete kemi mbaruar, do të kemi edhe storje suksesi të ardhshme. Dua pak të ndalem pikërisht tek lindja e idejës së organizimit të ROACEPSIS, si lindi ideja, një event shumë interesant, një organizim shumë interesant. Përse pikërisht ROACEPSIS-ja, po? Pse konkretisht ROACEPSIS? Po çfarë do bëjnë gratë tash? Po të kapim kanale do hapim. Okej, ato jo, punë fizike jo. Sepse është një punë më delikate, më e hollë, që u takon u përket shumicës grave. Edhe kemi syrin më të bukur. Edhe pse kemi ROACEPS më të mirë në botë burra, po haj po ju lëm të flisni. Nuk do të thoja drejtron, nuk do të thoja. Mos i bëjmë krahasime, të mirë, po na shkon e kemi syrin për më të bukurën pak ashtu. Do me thënë, kursi i ROACEPSIS ka në synim, ose në fokus të veçantë, gratë ose nënat vetë ushqyese, po në mënyrë që të shmangim ato ndimat e menjëhershme që jepen, ose ndimat fillestare, për shembull ndima ushqimore. E në mënyrë që të shmangim ato ndimat dhe të krijojmë një qëndrueshmëri më të madhe. Kanë edhe veten më rehat ajo sepse meriton. Ne krijojmë kurs falas. Sa e bukur kjo, shumë e bukur. Ne krijojmë kursi është falas, ato ndjekin kursin, kanë mundësi të krijojnë veshjet e tyre, dizajnet e tyre, dhe pastaj pse jo të bëjnë të afta për veten, po edhe për familjen e tyre dhe të krijojnë stabilitet ekonomik. Shumë qëllim mbar, ma pëlqen shumë. Do isha ndërlidh do thotë, atë që tha Isra, neve hapim derën e fondacionit nëpërmjet këtij kursi, jo vetëm për një zanat përqepje, mirë po edhe për të shoqëruar, me qenë se, siç tha Isra, bëhet fjalë për një kategori të grave nëna vetushqyese. Që kanë kaluar peripetit të ndryshme në jetën, sigurisht. Ato kanë mundësin, po, që të vinë, socializohen, të shoqërohen, neve marrim një feedback shumë pozitiv. Gjatë eventit final, do thotë, na afruan disa familjarë pjesëmarrësve të kursit, ku thonë, ju faleminderit shumë, familjara jonë që ishte tani më shumë ndryshe, ato e rritin vetbesimin, mësojnë për njëna tjetrës, po edhe shohin që nuk është e vetmja që e ka një hall apo një diçka, një sfidë. Është e përbashkët. Po është e përbashkët, ka edhe nëna tjera, gra tjera, cilët e kalojnë të njëjtën edhe kështu sikur e marrin një vetbesim se për një femër anvise që është do të gjatë gjithë ditës në shtëpi me fëmijët e ngarkuar me ato punë të përditshme, është e vështirë të jesh ashtu pozitive me një energji pozitive. Dhe këtu do të thotë për 3 muaj rresht ka zgjatë kursi, kam pas mundësin 3 herë në javë, nga 3 orë të vinë, shoqërohen, të mësojnë. Ne urojmë që prej këtij kursit kemi gra që do të qepin për vete, për familjarët e tyre, dhe pse jo ndonjëra të hape edhe një biznes vetin tashmë me këto rrjetet sociale, me teknologjinë që ka përparu, me një hapje, një faqes në Instagram, mund edhe të ketë një profit. Atë që e tha edhe Isra, neve nuk duam që çdo klasë me ullë që ne i llogarisim, të vinë trokasin deri kemi nevojë për një pak ushqimore, diçka, ato të mund një profit. Po kemi mundësi, ja ku ka edhe një mundësi shtek për të krijuar një profesion, për të pavarur në jetë. Shumë qëllim mbar. Kjo edhe mos të harrojmë ta cekim ne që falë donatorëve të Fondacionit Albis, në fund ju dhurojmë edhe maqina për qepje, çdo vit grave që zanati mos të ndalet aty, po të vazhdojnë, ta kenë atë mjetin që ju duhet për ta vazhdu zanatin. Mos të kenë një arsye apo një sebeb që të thonë e kam mësu zanatin, mirë po tash nuk e kam maqina. Edhe ne ja udhërojmë edhe maqinën edhe i kompletojmë ashtu që të vazhdojnë. Për të filluar jetën të pavarur. Kjo me të vërtet është një gjë shumë e bukur dhe shumë humane. Më emocionon si aktivitet, deri ku e çoni domethënë mundësinë e njeriut për të dalë në pavarësinë e tij. Duke i marrë parasysh gjithë ato faktet e të kaluarës që kanë kaluar këta zonja të nderuara, por një shtek shumë i mirë për të pavarur në jetë. Mua më jep një përshtypje shumë që është një ambient i cili është shumë mbështetës, mirë po në të njëjtën kohë është si një terapi, të cilën në gratë e kalojnë duke mësuar diçka, mirë po ashtu duke implementuar në profesionin e tyre. Ka pasur interesim këtë vit? Ka qenë interesimi pak më i madh e grave për të kyçur në këtë aktivitet? Dhe ka grup moshe, më intereson, dhe ka grup moshe të caktuara apo jo? Interesin për kursin e ROACEPSIS gjithmonë është shumë i lartë. Edhe këtë vit ne kemi pasur një numër shumë të madh aplikimesh, me çka janë filtru profesionalisht me kategoritë dhe kriteret që ne i sapo përmendëm, me fokusin aty ku e kemi. Kursi në përgjithësi ka 100 orë, ne ashtu i ndajmë, do të thënë ka pjesën teorike, një pjesë praktike.
edhe këtë vit e kanë mbaruar kursin 20 gra, 19 gra, gra dhe vajza, kategoria është prej 20 deri në 45. Do thënë, ka hapësirë, kemi pas edhe vajza të reja. 20 vjeçe deri në 45 vjeçe. Kemi pasur disa edhe studente që janë në fushën e fashion design, që vetë se merren, i kanë të njohtuara termët, si shkon procesi. Si profesoresha për të mësuar? Janë djegëse të kurse. Që ato që ka e mësojnë në universitet ose në drejtimin e tyre, pak a shumë të edhe ta përfshin, ta implementojnë. Po kush janë edukatorët këtu në këtë rast? Ka profesor të... Kemi një instruktorë të tëtë, me vite kemi Hanka Mehmetin, cilën e përshëndesim, është një zoj në mosh, 72 vjeqare kemi, është me një energji shumë pozitive, gratë dojnë shumë, gjdo grupë do të thotë, e ka një falishmërie me instruktorën, është shumë e mirë, ajo ju theq prej procesit, prej matjes, dizajnimit, modelimit, bëjnë disa prerje në najlone që ne vetëm i shofim atë, me qenë se i kemi afërmi, po nuk është që e kuptojnë çfarë bëjnë sakt, ajo ju theq shumë mirë, mandej shkojnë në prerje në materiale, qepin, se cila e ka pas prej fillimit maqinën e vetë për qepje dhe kur ka ndalë prej kursit, gjithë se cila ka pas minimum 3 veshje që i ka qepë për në kurs. E përcaktojnë vetë gratë veshje se çfarë do të qepin, apo përcaktohet ndoshta edhe pak a shumë edhe nga rroba qepësja kryesore? E mund të ketë një shablon ndoshta fillimisht sa të mësojnë, dhe pastaj bëjnë atë shkrimtarit e tyre. Në bazë të një plani dhe disa skicave që ne japim para se të fillon kursi. Shembull ka ditë që javën e parë ato marrin pjesën e pantolleve. Tegelin, ëh, tegel. Po një që e kam dëgjuar shpejt. Bëj një tegel aty edhe shembull një javë kanë pjesën e poshtme, pantolla, funda, pastaj fustane, varësisht këmisha, varësisht edhe ndonjëherë edhe më fleksibil, përsa janë gra, shumica ata që kemi pas sezonën verore, ne i kemi afër aty me zyre dhe i shihim që të gjitha punojshin fustana solem, për dasma, për sente dhe ishte knaqësi. Atë shumë janë avancuar. Duke marrë parasysh të çmimet e larta që janë të fustaneve. Se shumica e butiqeve, kanë problematikën me pantollonet për shkurtimin e pantalloneve dhe ka shumë pak rroba qepës, po kjo është një ide fantastike dhe do doja ta lidh me praktikën se çfarë po ndodh konkretisht në vendin tonë. Një butik, si e cili butik të themi, i ka mështerit e vetë, po i ka edhe rroba qepsin e vetë. Dhe një prerje shkurtimi pantollave më duket që bëhet rreth 250 denar. 10 palë në ditë janë 2500 denar. Që do të thotë mund të themi një mesatare shumë e mirë, por shqiptarët gjithmonë e bëjnë matematikën e të huaj, po. Jemi të krijuar. Po do të them që është një mundësi shumë e mirë për përfitime. Po sinqerisht. Një gjë që kam varritur tek rrobat e vajzave zakonisht është domethënë që patenti i shumë gjërave, domethënë prishet shumë shpejt. Dhe tani po e mendoj, pse nuk ta marr një kurs shumë të shpejt, të di se si ta heq një patent të prishur. Dhe ta rregullosh vetë. Po ta rregulloj. Do shkoj 3 muaj në kurs, do ta marr edhe një maqinë të qepjes. Ajo don pegjil për me motra. Don ashtu. Ajo don qëndisje. Mua bashkë më intereson pak a shumë të flasim edhe si angazhohet Fondacioni Albis dhe me të rinjët, sepse një fokus shumë i madh shkon edhe tek stipendionet, aty ku unë edhe jam njoftuar për herë të parë me këtë fondacion. Dua të di pak a shumë me të rinjët, cilat janë programet e ndryshme që ofroni për ta dhe sa ka interesim edhe nga të rinjët për të kyçur në çdo aktivitet që ofron ky fondacion. Fondacioni Albis është afër të rinjve me bursa që jep. Do me thonë, përveç mbështetjes financiare, do me thonë që jep, ne mundohemi, fondacioni mundohet, që t'ju jep atyre edhe një mbështetje morale, që është një fondacioni ndan burs, dhe prapa këtij programi janë donator që e mbështesin këtë program. Një grupacion biznismenësh të cilët e financojnë konkretisht programin e bursave dhe gjitha aktivitetet e tjera. Do me thonë që ka një rjet të donatorëve që besojnë në fuqinë e rinisë dhe i mbështesin të rinjt në pjesën më kritike të themi, në vitet e studimit.
Mirë po përveç asaj, do me thonë, nuk jemi të fokusuar vetëm te, burs, ndim financiare. Mundohemi me përpilu, do me thonë, aktivitete, të ndryshme, trajnime, që ti lirojmë ato prej vështirësive që i kanë, projekte të ndryshme, do me thonë, kemi programin e punës praktike, që vlen të theksohet që është një program shumë i rëndësishëm i fondacionit, ku ne e bëjmë, të me thënë, lidhshmërinë e studentit me kompanit, ku studentët kanë mundësin të kryen punën praktike në kompani, edhe zakonisht, dhe me thënë, ka ky program, ne dim që kemi shumë storje suksesi, ku pasi ato e mbarojnë punën praktike, ato punësohen ato kompani. Edhe janë afatgjate. Timor, që ta është e shoh që po implementohet në internship. Bëhen pjesë përbërëse të kompanisë. Të kompanisë, se vetë se ato njihen me proceset e punës, janë aty, njohin rutinën. Nga ky program, dhe me thonë që do ishte një detaj, unë para 3 viteve, tash 3 vite e gjys, e kam kryer punën praktike në Fondacionin Albiz, edhe unë prej aty jam punësu. Ja ku kemi një dëshmi të gjallë, histori suksesi, se çfarë ka ndodhur konkretisht edhe me Istrën. Ka qenë praktikante dhe tani vazhdon që të jetë pjesë përbërëse e financave, administratore financave. Me aktivitetet e punës, më pëlqej energjia në fondacion, aktivitetet. Pse zgjidhe financat? Se tek financat. Me tregu drejt, fillimisht unë... Që është mirë me matematikën. Unë fillimisht kam hyrë kështu me part-time, kam punu pjesën administrate, po pastaj kam lëvizur në disa sektorë të ndryshme, po jo vetëm financat. Do të thonë, ne e dim që asnjëra nga ne edhe unë edhe Nazia në moment që ka ndonjë aktivitet diçka, ne e ke fusim krejt energjinë aty dhe mundohemi ta bëjmë më të mirën e aktiviteteve dhe më të mirën e programeve që i kemi. Mirë, tash i flasim për çdo gjë mirë. Po ka edhe dhe batisa puna, ka dhe gjë, do dalim pak jashtë skenarit, ka të papritura gjërat të cilët nuk arrini të ti rregulloni siç duhet. Sfidat më të shpeshta që janë njerëzit që i krijojnë problematikat, edhe tash po, jemi ne që i krijojmë ata, po hasni shpesh në problematikat tek njerëzit, për shembull kot, po e banalizoj. Jo, unë nuk dua të merrem me këtë punë sepse ju jeni këtu për na ndihmuar gjatë gjithë kohës. Por edhe ndihma ndonjëherë kërkon një reciprocitet. Sepse ju jeni një shtek për mundësi për të krijuar për tu vetë të jenë të pavarur konkretisht. Po ka njerëz të tillë, të cilët kemi normal insistojnë, jo, janë më përtas, sepse i gjenë të gatshme. Ka kështu raste sigurisht. Normal, ka gjithmonë ashtu raste të tilla, mirë po ne mo vetë i dim ato, i kemi mekanizmat tona si menaxhojmë këto raste. Po kemi komisione ndryshme, gjithçka bëhet në mënyrë shumë profesionale me një strategji të shkruar, të udhëhequr. Nuk është që do të zgjohemi, do shkojmë punë dhe do të bëjmë atë që do të na del përpara. Gjithçka është profesionalizuar me një standard shumë të lartë. Po ka themi edhe gjatë eventeve kur ne organizojmë, kemi gjëra të paparashikuara, themi që ne nuk e kemi marrë mend që do ndodh. Ndodhë shembull organizon një event, fton 50-60 persona, të konfirmojnë, mandej është ajo sfida, vinë, nuk vinë, së mura, nuk jam mirë. Mund të shfaqen edhe 100. Po edhe kundërta nëse është event cilin ne kemi nxjerrë në rrjetet sociale, mund vinë edhe më tepër, i kemi këto sfida. Mirë, ku do t'i çoj, ku t'i çoj? Mendoj që kemi lart e poshtë, jemi mësuar atë pjesën e menaxhimit dhe mendojmë që i kemi tekaluar të fazat me qenë se realisht na bjerë shumë aktivitetet të realizojmë, manifestimin apo ndarjen e bursave që e kemi ne, kemi 600 deri 800 mysafir. Dhe ku bëhet ky event me këtë? Në Filharmoninë e Maqedonisë një herë kam qenë unë. Vite më parë ka qenë. Filharmonia, po, e kam parë atë vitin e kaluar në duke. Nuk e di për vitin e kaluar, unë shumë vite më parë. Po se është një ndër sallat më të mëdha. Nuk është ndryshon në lokacioni, varësisht për vitet lokacioni, nuk është çdo vit e njëjta. Por konkretisht shumica e eventeve mbahen në Shkup. Po, në Shkup kryesisht, mirë po cekim që ne... Dhe këta të bursave nuk do të thotë që të jenë të Shkupit, por mund të jenë qytetarë të ndryshëm të Republikës së Maqedonisë. Bursat janë për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Si e bëni vlerësimin e bursave? Do më interesonte këtu. E bëni në për të gjithë universitetet, të themi për shembull për bursat, merrni statistika se kush e meriton, apo vetë duhet të aplikojnë nxënësit? Jo, programi i bursave është një thirrje e hapur që tani së shpejti do të thotë muajin tetor, po do të hapet, ato aplikojnë. Normal në atë thirrje janë të cekura gjitha kritere, do të thotë që duhet të jetë student, cili drejtim duhet të takon, notën mesatare, gjitha këto janë të cekura. Ajo që e përmendët ju është një
tjetër aktivitet që ne kemi fillu që 3 vite, ku ne do të japim mirënjohje, çmime për studentët me notë mesatare mbi 9. I kishim 10 studentë të cilët ne i mbështetëm financiarisht, do të thotë, me vetëdëshirën e donatorëve. Vitin e kaluar arriti në 15. Këtu janë ato momentet ku neve marrim statistika, studime, edhe pse prap edhe ajo ka një thirrje të hapur, ku gjithë secili që ka përfunduar e ka notën mesatare mbi 9 ka të drejtë aplikimi. Dhe këto çmime ndahen njëjtë në natën ku ne i bëjmë edhe ndarjen e bursës. Çmimi i meritokracisë. Pra gjithë ata studentët, për të marrë bursa, duhet të arrijnë mesatare mbi 9, që e gjithë kjo bëhet me merit, dhe jo me falje. Dua të di stafi. Sepse stafi është shumë i rëndësishëm. Nëse nuk e ke nëse nuk e ke muhabetin mirë me kolegën, energjia nuk do të jetë e njëjtë dhe në fund suksesi nuk do të jetë i njëjtë. Është shumë e rëndësishme për stafi të ketë një shoqëri, të ketë energji, sa persona jeni, si funksiononi. Ne e dimë që në shumë punët dhe profesionet e shumta në Maqedoninë e Veriut është një i punësuar që i kryen 3 obligime. Mirë po ka raste ku edhe me vetë dëshirë i bëjmë ato gjëra sepse e duam vendin ku punojmë, e duam domethënë brandin, firmën, kompaninë e kështu me radhë. Dhe japim shumë prej vetvetes. Po, edhe nuk na kushton asgjë sepse me dëshirë e bëjmë. Si është stafi në fondacionit? Stafi fondacionit, normale kemi drejtorin ekzekutiv, Besir Dernjanin, cilin e përshëndetim, atë kemi menaxher udhëheqës themi, jemi menaxher të projekteve 2, kemi edhe Isrën, kemi edhe një vullnetar nga Amerika që vjen nëpërmjet programit të Peace Corps. Po, ashtu kemi një laramani të themi backgroundeve. Është një atmosferë shumë e mirë. Unë jam që 10 vite në sektorin një qeveritar. Në fondacion tash e kam vitin e 5 që jam. Është një atmosferë, një ndjenjë, edhe ndoshta vetëm ajo moto e fondacionit për të mirën e shoqërisë, të bën që ta dush punën më tepër, se nuk e menaxhon një projekt vetëm sa për ta kry, për ta përfundu, mirë po jep diçka më tepër prej vetës, se din që impakti do të jetë shumë më i madh, shumë më i thellë, edhe e ke një kënaqësi, një vullnet që momentin që realizon një aktivitet, e shef që ka shku mirë, me një herët nesërmit, me një energji tjetër, hajde, qka do bëjmë tash, dhe qka ma mirë, po. Është euforia që të mban gjallë. Edhe mendoj ato, 8 orë ndonjëherë as nuk i ndjejmë, knaq, është normal, është lotësi, mirë po, me shumë vullnet, me shumë dëshirë të madhe dhe bëjmë punën që e bëjmë. I stresi është për ty? Stres është, financat janë stres. Aty nuk mund të... Një zero, një kurë. Një zero dhe shkoj. Për teja asaj pjesës, do me thonë, në fondacion, unë prej ditës që kom hymë për projekti, unë e kom vrejt që ka energji shumë pozitive, edhe realisht ne kemi raste që drejtohen të na për kërkesa, kemi aktivitetet ndryshme që ne bashkojmë me të rinjt, do me thonë njohim të rinjt, kërkesat e të rinjve, edhe realisht ndonjëherë, do me thonë, vjen sikur është e dyanshme. Do me thonë, ne japim, mirë po edhe marrim atë feedbackun pozitiv të shembull, nëse kemi student, ose që gratë e kursit, Nazlia e potencoj, do me thonë, në eventin final nuk kish kënaqësi më të madhe ku familjarët e atyre pjesëmarrësve grave na bisedon, na thanë që e shohim shumë ndryshe, ka shumë vetbesim, do me thonë, të ndryshon çdo gjë. Ka energji pozitive, ndjehet mirë në shtëpi, do me thënë e shohin një ndryshim, dhe për ne realisht ajo është kënaqësi më e madhe. Mendoj që është ajo pika kyçe që ne synojmë të arrijmë, do me thënë lirinë e grave, fuqizimin edhe pavarësinë ekonomike. Sa projekte në vit bëni? Po flasim për shumë gjëra të bukura, shumë gjëra të mira, po ka projekte ndoshta çdo muaj organizoni të themi, ndoshta pushoni pak gjatë verës, sepse temperaturat e larta ndonjëherë edhe nuk përballohen, mirë po. Kondicioneri është ai që na ndihmon që të mos bëjmë pushime. Vërtet, Fondacioni Albiz ka programin vjetor në cilin ne udhëheqemi. Gjitha këto aktivitete që ne i përmendëm janë pjesë e programit vjetor që prej themelimi do të thotë ka qenë ki program, ka egzistu normal, ashtu si që ndryshojnë trendet e trive, teknologjia, neve përshtatemi nëse një aktivitet është banë mënyrë ndryshe para 10 viteve, ne tani do e mos do të përshtatemi me rinin, se kanë kërkesa tjera, teknologjia është ndryshe, edhe i përshtasim. Përveç këtyre programeve, ne kemi edhe projekte që i kemi të mbështetura nga organizata ndërkombëtare internacionale, të cilat i bëjmë me tema më konkrete. Para një viti përfunduam projektin Platforma për investime në komunitet, ku ne edhe kemi nda grante për organizatat e vogla, kemi nda diku 14 grante, kemi ba në partneritet me 4 organizata tjera, kemi pas edhe një projekt tjetër ku shumë
këndet të lojrave janë rregulluar. Qëllimi i projekteve është që ne të nxisim bashkëpunimin e institucioneve, bizneseve dhe qytetarëve apo fshatarëve si të bashkëpunojnë mes veti, që ata vetë të zgjedhin problemet, jo për çdo problematik të drejtohen diku. Ne sektorin e biznesit ne sektorin e biznesit apo donatorët tanë llogarisim si partner, jo si sponsor, nuk i shohim si sponsor donator, mirë po partner me të cilët neve e hasim njëjtën problematik, edhe ata duan ta zgjedhin, edhe ne, edhe qytetarët, dhe nëpërmjet këtyre projekteve, po. Metodologji shumë e bukur, shumë interesante se si të mos ndjehen inferior ata, por të ndjenë si kur jemi partneritet për një zgjidhje të një problemit. Shumë mënyrë e bukur. Në periudhën para zgjedhore, unë do votoja për ju. Unë do votoja për ju. Më pëlqen kjo shumë. Të lidhem edhe me Istrën, se Istra pak më parë tregoi historinë suksesit personale, po edhe the që ka shumë histori suksesi. Të kujtohet diçka e veçantë ose që mund ta përmendim Istra në përgjithësi? Po kemi varësisht prej programeve, tash në programin në platformën e punës praktike kemi gjithmonë të punësume, për shembull ose dikush që ka marrë bursë në Fondacioni Albis, pas disa viteve na ndihmon në kryerjen e ndonjë shërbimi ose nëse kemi pas student që kanë studiuar me EKSI, domethënë është kënaqësi e madhe që ato studentë ne i shohim nëpër spitale, nëpër institucione shtetërore, nëpër organizata që realisht i kemi edhe krah, edhe shumë herë edhe e kemi ndjehet edhe ajo energjia edhe pse kanë qenë të hapur dhe mund të kërkosh ndihmë. Do thonë janë 175 studentë, 175 profile të ndryshme në vit, po. Keq përdorime ka për studentëve? Në moment që ne bëjmë procesin, do të thënë, e bursave, ka komisioni që merret me filtrimin, ka edhe program që merret me përzgjedhjen. Ne mundohemi me ato mundësi që i kemi, do të thënë të jetë sa më adekuat filtrimi edhe sa më i duhur. Realisht nuk him në atë pjesën se si mund të keq përdoren, mirë po e di që ka shumë feedback pozitiv, sidomos kjo pjesa e bursave. Do të thënë, ky feedbacku i mirë edhe ajo mirësia e shumë që është, e anashkalon atë të faktën. Gabimi do të ishte të fitosh një bursë, një stipendion, të flasim për shembull për fakultetin e mjekësisë ose diçka kur je duke studiuar dhe ta keq përdorësh. Domethënë ajo është pika më e ulët që mund ta bën një student, një gabim jetësor në fakt që mund ta bën. Mirë po ja që ka domethënë një filtrim, një komision i cili gjithmonë i mirëmban ato rregullat që duhet t'i takojnë një studenti. Për fund jemi në minutat e fundit, unë dua po ashtu të di se cilat janë synimet e fundit, cilat janë ato qëllime që doni t'i arrini si fondacion, pasi që më deri tash bëni një punë të mrekullueshme me të vërtetë si qytetare flas fillimisht, pastaj flas si gazetare dhe flas si po ashtu pjesë e komunitetit ku jetojmë. Ju ndodheni në Saraj, jam shumë e bindur që tani për të gjithë ata që nuk kanë dëgjuar apo janë më të ri në moshë, tani mund të informohen më shumë për Fondacionin Albis, mirë po synimi juaj kryesor. A e keni arritur, jeni rrugës duke arritur dhe cili do të jetë misioni i fundit? Synimet normal që janë arritur, po ne gjithmonë kemi dhe tentojmë që të shkojmë sa më lartë. Normal neve këto kemi gjitha këto rezultate që ne i përmendëm aktivitete, këto do të shifën për cilën tek kompani donatore dhe gjithmonë shtohet numri i kompanive donatore. Me shtimin në numrit kompanive donatorve, ne këtu mund të rrisim numrin e bursave, mund të rrisim çmimet, edhe këto janë ato synimet tona që ne të përkrajmë sa më shumë kategori, sa më shumë klasa, sa më shumë studentë, mos të ngelemi tek këta numra që kemi tani të themi 175 bursa, pse jo mbas 5 viteve, çtohet numri i bursave, çtohet vlera e bursës, dhe gjitha këto do të janë synimet që ne i kemi në të ardhmen. Po të shtohet edhe vedia e nxënësve që të kenë një mesatare 9.0. Të dikush i vlerëson, domethënë po, se sigurisht se pa filtere nuk do i kalojmë këta. Dhe shpresojmë që të kemi gjenerata të cilët do të vinë dhe të na përfaqësojnë në shoqërinë tonë me një mesatare të themi 9.5 ose më të lartë. Keni ndonjë student nga gazetaria? Ta punsoj me njëherë në Alcat.
Bursist kemi, këto çmimet mbi 9 nuk kemi gazetari. Bursist pjesë e di që ka. Do bisedojmë pas emisionit. po do marrim informacione, i kapim që nga fillimi, që nga mosha e re. Jemi edhe televizioni Alsat i ka dyert të hapura për të gjithë ata që duan të profesionalizohen në këtë fushë. Zonja Lazia, faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për punën që bëni, ju uroj shumë shëndet mbi të gjitha dhe ju uroj suksese të pandalshme dhe të vini sa më shpesh në studion tonë të flasim për gjëra shumë të bukura. Po ashtu edhe ty Iska, faleminderit shumë për punën që bën. Të them të drejtë jam shumë i kënaqur dhe i plotësuar për këtë ditë. Unë e di çfarë po na pret. Nuk e dija. Andaj jam shumë i plotësuar për këtë mënyrën dhe qëllimin e mbar që e kanë për të ndihmuar shumë zonjave të cilët kalojnë periudha të vështira, por janë një shteg për të patur mundësinë për të bërë të pavarura sa më shpejt. Faleminderit shumë edhe për juve. Ne me qenë se patëm kohën e limituar, nuk tregum gjithçka, ne kemi shumë më tej për të tregojmë. Koha ka lëshë. Do të kemi edhe në emisione të tjera, kështu në mëngjes për të folur për ndryshimet, për gjëra të tjera të cilët do të ndodhin ndoshta së shpejti në Fondacionin Albis. Faleminderit shumë për ditën. Ju dëshirojmë suksese dhe mbarësi edhe paqe të dyert të hapura kudo që të shkoni. Faleminderit shumë.